Fatë të keq, turizmi edhe pse ka arritur, siç e përmenda, rreth 1/4 të ekonomisë, vazhdon akoma të ketë një sër sfidash përpara, para se të konsolidohet apo të kalojmë nga ajo rritja që kemi përjetuar në vitet e fundit në një zhvillim apo në një konsolidim të tij. Faktorët janë të shumtë. Ti përmendem me të drejtë impiantet e urave të zeza, apo pa shkuar te impiantet e urave të zeza që i shikoj edhe një çik më, le të themi, një çik më larg, kemi akoma probleme me mbetjet, me djegjen e mbetjeve, më vjen në mendje. Po, përveç se ka probleme pafund. Kemi përsëri arsye me mungesa theksuar e burimeve njerëzore të kualifikuara dhe rritja ndjeshme e burimeve, kërkesa për burime njerëzore në periudhën e sezonit ka bërë që cilësia të çdojë. Dhe kështu që nga një anë ka pasur një rritje të shpejtë të çmimit në disa raste edhe për abuzim të disa tregtarëve që sigurisht unë e konsideroj veten ekonomist që kërkoj që roli i shtetit në ekonomi të jetë relativisht i ulët. Nuk do dëshiroja kur që shteti të përcaktonte me ligj çmimet. Megjithatë, konkurenca e padrejtë apo abuzimet nga tregtar të caktuar kanë bërë që të përfitojnë nga situata duke dëmtuar imazhin e turizmit në tërësi. Pra, ne kemi zona, më vjen në mendje Ksamili apo Saranda, që nga një anë janë konsiderohen shumë të bukura, por nga ana tjetër ka një abuzim të theksuar në çmimin dhe në cilësinë e shërbimeve. Kjo që ka bërë që në një farë mënyrë të dëmtojë imazhin e turistit, ti e përmendë me imazhin e Shqipërisë në tërësi, ti e përmendë me të drejtë. Unë jam dakord që të paguaj, sepse kudo paguaj, po vi në Shqipëri me idenë që të paguaj më pak se sa Greqia apo se sa Italia, sepse nëse çmimet do arrinin në këto nivele të Greqisë apo të Italisë, me shumë gjasa do zgjedhin të rinë në Greqi apo në Itali, sepse ka një sër aspekte shlehtësuese, kemi infrastrukturën e tyre, udhëtime, siç e përmendë ti, pjesën e logjistikës, mungesën e infrastrukturës, kemi një aeroport akoma aktiv sot që është i mbi ngarkuar, le të themi, apo edhe kostot priten që të rriten akoma më tepër edhe si pasojë e konfliktit në linjën e mesme që ka çuar në një farë mënyrë kostot e karburanteve. Nuk u ndërtua apo nuk arriti që të vendosin në punë aeroporti i Vlorës, që pritshmëritë ishin që të kishin një fluks shumë të madh, diskutoheshin rreth 500.000 turistë vetëm nga si pasojë e hapjes së aeroportit të Vlorës, si në shumë gjasa o do zgjedhin një rrugë alternative për të arritur në Shqipëri, ose ndoshta mund të ndryshojnë edhe destinacion. Aspekt tjetër, po kaq i rëndësishëm është edhe pse kemi kemi hartuar një strategji për zhvillimin e turizmit në periudhën afatgjatë, ku turizmi duhet le të themi të shpërndahet për 12 muaj të vitit. Turizmi, do të thënë, Shqipëria është karakterizuar, apo atraksioni i turistëve për Shqipërinë është për ato plazhet e vigjëra, është për natyrën e bukur e të tjerë. Në fakt, këto po i shkatrojnë. Plazhet me ndërtime masive, ku sigurisht asnjëri nuk është kundër që të ndërtohen në hotele me 4 apo 5 yll në gjithë bregdetin shqiptar, po ajo dominimi i vilave, i resorteve me shumicën vila dhe me pak hotele, në një farë mënyrë nuk është se ndikon ndjesh në shtimin e akomodimit. Sigurisht ka impakt pozitiv në sektorin imobiliar, por gjithmonë ka impakt pozitiv në turizmin në tërësi. Aspekti tjetër është që natyrën e vigjeve që përsëri e përmendëm, por që kohët e fundit në shumë zona të Shqipërisë po shikojmë që po zvendësohet nga fotovoltaikët apo nga ndërtimet masive fotovoltaikëve, që sigurisht do me thënë preferojmë të shikonin kodrina të bukura, ku ta diuni pjesën juglindore të vendit dhe jo të mbushën ato faqet e kodrinave me pasqyrë apo me fotovoltaik, që janë shumë të rëndësishëm për ekonominë shqiptare, kurse nuk është se jemi përkundrazi, kanë ndikuar pozitivisht edhe në ruajtjen e çmimeve në sektorin energjetik, por duket sikur nuk ka një programim të mirëfillt në shumë aspekte.